Arrestimet e zyrtarëve të lartë shoqërohen shpesh me bujë të madhe mediatike, sidomos kur akuzat lidhen me korrupsion, shpërdorim detyre apo pabarazi në tender, por në realitet pasuritë e tyre duket se mbeten të paprekur nga drejtësia. Raporti i fundit vjetor i SPAK për vitin 2025 nxjerr në pas se hetimet janë zhvilluar për 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë të nivelit të lartë, por bilanci i pasurive të tyre të konfiskuara mbetet i papërfillshëm. Sipas raportit zyrtar të prokurorisë së posaçme, për këtë kategori janë sekuestruar vetëm rreth 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e konfiskimeve përfundimtare ndalet në një shifër minimale për 100.000 eurosh. Madje përgjatë vitit të kaluar nuk është dhënë asnjë vendim për sekuestrimin e pasurive lidhur me veprat e korrupsionit të thjeshtë. Por avokatin Kujtim Cakrani, ky hendek tregon një mangësi thelbësore në goditjen reale të korrupsionit. Dhe në përveç korrupsionit mendoj edhe shpërdorimi i detyrës, edhe falsifikimet, edhe neglizhenca, po qofshin këto në të gjitha veprimet e tyre të administratës publike, edhe balanca që ata kanë lidhur për sa i përket tenderimeve, unë mendoj se të gjitha këto duhet i nështrojnë padyshim hetimit pasuror. Po nuk u bë kjo, nuk ka për të gjetur asnjëherë një rrugë zgjidhje për sa i përket korrupsionit, asnjë rrugë dalje mund të themi. Se çdo kush që shkel ligjin e shkel për të një përfitim caktuar dhe shumë për të ardhur keq që nuk aktivizohet menjëherë ligji antimafia dhe hetimi pasuror. Ndërsa sipas avokates Adriana Kalaja, edhe skemat e korrupsionit janë sofistikuar dhe fshehja e aseteve nga zyrtarët në palë të treta e bën punën e hetuesve financiar edhe më sfiduese. Ata thjesht bëjnë deklarimin në ILDKPI atë që përmban pjesa e mbulimit të burimit të lishëm, ndërkohë pjesa tjetër thirren, po e themi në thonjza, nën armë personat që i shërbejnë dhe pasuria kalon në emër të të tretëve. Duke bërë që ne të fshehim gjurmët e pasurisë, por nga ana tjetër është ajo thënia proverbiale që nuk humbet asnjëherë, që nëse do ndjekim parat, ne kemi shumë të thjeshtë të shkojmë dhe kush është personi përgjegjës. Të dy avokatët theksojnë se ligji është i plotë dhe ka mjaftueshëm hapësira që parashikojnë zhvillimin paralel të hetimeve pasurore me ato penale, por ngërçi mbetet në praktik. Sipas tyre, prokuroria e posaçme mund të nisë hetime edhe kryesisht duke ju referuar edhe praktikës në Itali. Prokuroria shumë, po kur them është shumë pas, edhe qoftë edhe në mentalitet, sepse po të marrni shembull Italia që është kampione e ligjit antimafia, ajo e ka shpikur ligjin antimafia, heton zyrtarët kryesisht, nis hetimin kryesisht për zyrtarët. Lidhet vepra penale me interesin që ka personi që dyshohet që ka kryer, dhe kjo, mendoj unë, legjitimon edhe organin e akuzës, por nesër edhe gjykatën kur shkojë dosja, që të bëhet një hetim i thelluar pasuror. Dhe SPAK pohon se ka miratuar udhëzime të reja për zhvillimin paralel të hetimeve financiare me ato penale dhe se renditet si ndër objektivat më kryesore në vijim të punës së prokurorisë së posaçme.